Besoj tashmë dini që ky takim që u ftua nga zoti Kurti ndoshta për të aktruar për mbushjen e një obligimi që edhe aktgjykimi i fundit të gjykatës kushtetuese e jep atij për konsultime në mirëbesim dhe për përgjegjësinë e detyrimin për të gjetur konsenzus apo kompromis, rezultoi i pasuksesshëm sepse përkundër faktit që situata më nuk është e njëjtë pas aktgjykimit, zoti Kurti është i njëjtë, edhe qëndrimet e tij mbeten të njëjta. Dhe mentaliteti imponues e kryenësia politike vazhdon të si duket jetë për të më prioritare, më e rëndësishme se sa gjetja e zgjidhjes dhe përfundimi i bllokadës në cilën është duke mbajt vendin që sa ku. Unë sot s'do të bëj interpretimet gjykatës kushtetuese të aktgjykimit saj më saktë para jush, sepse mendoj që më mirë se faton fetohet përparim gruda, as unë as një tjetër s'munden me bëhet interpretim, dhe ju falenderoj atyre që keni qenë sot në konferencën e gjatë ku në mënyrë besoj shumë qartë për secilin e kanë qartësuar një gjë, që nuk mundet me u votu në mënyrë të msheft, sepse kjo nënkupton ndryshim të rendit ditës. E ndryshimi i rendit ditës edhe me këtë aktgjykim është shkelje kushtetutës, për me e thjeshtu. Ata që kanë pritë që gjykata kushtetuese në dispozitiv të aktgjykimit thotë është shkelje kushtetutës, besoj që s'kan lexuar aktgjykimet të tjera të gjykatës kushtetuese, sepse ata besoj që i thonë gjanat për këto që dëshirojnë me i kuptu. Por për mua është vërtet shqetësues fakti që zoti Kurti me aq sa e pash nga ky takim kishte një interpretim çuditshëm të aktgjykimit. Dhe sipas atij interpretimi, ai mendonte që s'ka asnjë problem as me propozimin arbitrar të kryesuesit të seancës për komisionin që kërkon votimin e msheft, e as me mënyrën si është marrë seanca, kur në dispozitiv pika e parë, gjetja në fakt e parë thotë që seanca nuk është zhvilluar në pajtim me kushtetutën, nuk di çka duhet më thonë tjetër këtyre njerëzve. Por duket se vazhdojnë me jetu në realitet alternativ, në imagjinatën të cilën ata e dëshirojnë me kohën e vërteta, e që e vërteta nuk është ashtu, sepse e vërteta është kjo. Kaq shumë ujë mas marrjes zgjedhjeve e mas fillimit të seancës konstituive, ne jemi në blokadë politike të imponuar pej lëvizjes vetëvenduese dhe pej Albin Kurtit. Përkundër që Partia Demokratike e Kosovës, gjatë gjithë kësaj kohe, është sjellë me përgjegjësi të lartë, me konstruktivitet, duke i dhënë prioritet absolut gjetjes së një zgjidhje, duke qenë në secilin takim e çdo iniciativë të mundshme deri tash, e duke i pasur dhe vetë disa prej tyre si iniciativa tona, dhe duke shkuar edhe përtej asaj që ky aktgjykim i fundit e kërkon, pra përgjegjësi e konstruktivitet, megjithatë duket se ne s'do të arrijmë vetë me bind zotin Kurti që me u tërheq për blokadën që na ka imponuar.